Një ngjarje e rëndë ndodhi në mëngjesin e së premtes në fshatin Belishov të Mallakastrës. Dy bashkëshort, Enver Myftari 55 vjeç dhe Azbie Myftari 54 vjeçe, janë ekzekutuar në banesën e tyre e më pas autorët e këtij krimi makabër I kanë vënë flakën edhe shtëpisë së tyre, si dhe lokalit që ata kishin në pronësi ngjitur me banesën. Zjarri është pikasur nga vëllai I viktimës Flamuri, I cili ka lajmëruar menjëherë forcat e rendit dhe të afërmit të tij. Policia së bashku me familjarët ka hyrë në brendësi të banesës pas ndërhyrjes që kishin bërë më parë forcat e zjarrfikses, duke bërë të mundur shuarjen e flakëve. Ata kanë nxjerrë trupat e pajetë të dy bashkëshortëve. Uniformat blu bën me dije se fillimisht viktimat janë qelluar me armë zjarri dhe më pas, sipas policisë, autori ka vënë flakën kufomave në një përpjekje për të fshehur gjurmët e krimit. Grupi hetimor është duke punuar për zbardhjen e pistave të kësaj vrasje të dy fisht, duke hetuar edhe mbi ndonjë konflikt të mundshëm që bashkëshortët mund të kenë pasur në të kaluarën. Nga hetimet paraprake mosohet se një ndër shkaqet kryesore që ka çuar në vrasjen e bashkëshortëve ka qenë grabitja e banesës.